Vetmi në Perëndim, komedia e zezë autorit Martin McDonough ngjitet në skenën e Qendrës Kulturore të Pogradecit nga 4 të rinj të talentuar, regjisorit Orges Karaga dhe 3 aktorëve, Albrim Kreziu, Besian Sulemani dhe Jurgen Liçkollari. Realisht ishte ftesa e Jurgen Liçkollarit, që është një vend si Pogradecit, na ftoi këtu. Unë jam prej Kërçovës, Albrimi është prej Prizrenit, edhe Besiani është prej Gostivarit. Kështu që jemi të gjitha trojeve, realisht. Të gjitha kemi, si të them, kemi qenë në Tetov, jemi takuar gjithë, se aty kemi kryer fakultetin. Këtë vepër interpretoj personazhin e Coleman Connorit, njëri prej vëllezërve. Coleman Connori është një djalë i cili ka pasur një fëmijë shumë të dhimbshme, ka qenë i vujtur, i keq trajtuar, i bullizum, dhe kjo është ajo frika që e ka pasur si fëmijë dhe mënyrën që ta fsheh frikën e tij ai krijohet si tip i dhunshëm, pasi karakteri definohet në fëmijëri. Ndikon. Edhe ky është mesazhi im që këta personazhe nuk duhet përsekutohen, nuk duhet dhunohen, por duhet trajtohen, pasi reagojnë mbas emocionit, jo mbas logjikës. Janë rrezik për shoqërinë personazhe të tillë? Janë rrezik dhe këto ditët e sotme kemi shumë vetvrasje, shumë vrasje. Personazhi që e interpretoj unë është Ati Welsh, i cili është prift, por mund të maskohet në petkun e psikologut në kohën moderne, sepse si fshat këta janë me mentalitet shumë të ullët, cili vetëm zihen për gjëra pa lidhje, kapen për stufa, për çipsa, dhe jo në diçka të arsyeshme. Edhe prifti vjen këtu me një qëllim si ta ndrojë këtë mentalitet, por fillon edhe vetë tërhiqet nga ky mentalitet i këtyre, i cili fillon dehet, fillon ketë dyshime në katolicizëm. Vetë fshati e dërgon në atë pikë, sa ky dyshon se nuk është më i aftë për punën e vet, dyshon se nuk ka Zot, themi, por prap mendon se duhet bëhet një sakrificë që njerëzit të mobilizohen, të ndrohet mentaliteti i tyre. Unë luaj personazhin e Vallin Connor. Ky personazh është i papjekur mendërisht ose ndryshe infantil, është shumë dorështrënguar dhe shumë i dhënë mbas figurinave të shenjtorëve, mbas stufave, mbas çipsave, mbas whiskit. Ai sakrifikon gjithçka edhe jetën e tij për ta bërë xheloz vëllain. Domethënë deri në këtë pikë ka degraduar raporti i tyre. Personazhet të tillë i bashkojnë vëllezërit, i ndajnë vëllezërit, i çojnë në udhkryq. Personazhet të tillë i ndajnë, por mesazhi është që diku gjendet një dhëmshuri brenda këtyre personazheve Si familjen e bashkuar. Po. Komedia e ngjarjet i zhvillon në një fshat të vogël irlandez, ku dy vëllezër jetojnë në një marrëdhënie të tensionuar dhe të dhunshme. Pavësia e tyre për të pajtuar përshkallëzohet kur një prift përpiqet t'i ndihmojë të dalin nga situata ku ata ndodhen. Shfaqja trajton ndjenjën e thellë të vetmisë dhe frustrimit, shoqëruar nga humori i zi, që zbulon gradualisht misterin e marrëdhënies së tyre. Një nga mesazhet që deshim të japim është fakti se janë një pasqyrë ditës përditshme. Ndoshta një mënyrë e mirë për të pasur një perspektivë për veten, se besoj se të gjithë mund të fajsojmë veten ndonjëherë për gjëra të vogla, mund të hidhrohemi me tjetër kënd kur edhe këtu e shohim ekstremin e saj, se deri ku mund të shkojë ajo. Ajo që më shtyri ta zgjedh këtë për punë janë ca lajme të errta që kemi parë këto kohët e fundit. Edhe ditët e fundit, që nuk kanë fund për fat keq. Dhe kjo ishte shtyrja. Me skenografitë e Angel Priftit, piktor Dorian Liçkollarin, kostumografe Rosetta Nurellarin dhe drejtor Eritan Kamollin, komedia e zezë do të ketë shfaqjet e saj absolute me datat 18, 19 dhe 20 prill në sallën e Qendrës Kulturore në Pogradec. Ftoj publikun e Pogradecit që ta shohë këtë shfaqje për të parë një lojë teatrale profesioniste, sepse besoj që do mbeten të kënaqur. Gjithë kishën katolikë. Kjo këtu ishte mërkuar nga vetë papu.